këtu jemi në zonën e Nartës. Është një nga 24 pikat e bllokimit në të gjithë vendin që policia e shtetit përdor për të gjithë mjetet, automjetet e konfiskuara dhe të sekuestruara. Në fakt që prej fillimit të muajit shtator, së bashku me Agjencinë e Administrimit dhe të pasurive të konfiskuara dhe sekuestruara, kemi nisur një fushat, do ta quaja, mbarkombëtare për të pastruar të gjitha këto pika, të cilat zënë një sipërfaqe të konsiderueshme në të gjithë territorin e vendit, për t'i sistemuar, për të seleksionuar të gjitha ato motomjete apo automjete të cilat aktualisht kanë prej vitesh të depozituara, ja siç mund ta shikoni janë komplet jashtë funksionit. Agjencia në fakt gjatë këtij muaji ka bërë një punë të lavdërueshme duke seleksionuar edhe duke evidentuar të gjitha motomjetet që ndodhen në këto pika, duke i ndarë ato që janë për scrap, ato që janë si prova materiale dhe janë të detyrueshme për të mbajtur nga policia e shtetit, dhe të gjitha ato automjete që ndoshta mund të jenë në përdorim dhe të cilat nëpërmjet një plani që agjencia ka hartuar do t'i shpërndahen institucioneve publike për t'u përdorur prej tyre. Do duhet të themi në fakt që këto pika apo vende bllokimit përdorura nga policia e shtetit janë sipërfaqe të konsiderueshme që shpesh herë krijojnë dhe problematika për komunitetet, duke u kthyer edhe në zona të pasigurta. Kështu që në vijim të këtij aksioni, pra të pastrimit të këtyre sipërfaqeve, ajo që jemi duke bërë është që t'i shndrojmë këto zona në zona jo vetëm të pastra, por dhe zona të cilat mund t'i përdorin fare mirë pushteti vendor për të hartuar plane zhvillimi, për t'i kthyer komuniteteve në zona këndelojrash apo argëtimi për fëmijët, por jo vetëm, edhe për t'u përdorur nga institucionet publike për qëllime apo për interes publik. Në fakt, qarku i Vlorës ka 8 pika grumbullimi të këtilla, po kjo është pika e përqendruar më e madhe. 5 pika janë në Sarandë, një është në Delvin, një është në Imar dhe kjo është e Vlorës. Dhe është një nga pika më të mëdha në rang vendi. Janë aktualisht nga evidentimi që ka bërë Drejtoria Vendore e Policisë, janë 2124 mjete motomjete që janë të konfiskuara dhe sekuestruara, njëkohësisht dhe prova materiale, nga cilat 1400 shkojnë për scrap, pra lirohet thuajse 80% e sipërfaqes, pjesa tjetër janë të konfiskuara, do vlerësohet për t'i kaluar institucione, dhe ato që janë prova materiale, jemi në kontakt me prokurorinë e përgjithshme që të mbyllen si çështje dhe të japim një drejtim edhe atyre. Qartë. Është shumë e rëndësishme, sidomos për një pikë si kjo, është në Nartë, shumë pranë komunitetit banor dhe shumë pranë zonës turistike dhe pranë një aksi transporti që do rehabilitohet praktikisht, që ka të bëjë me gjithë projektin e kurrës së re dhe ndërlidhjes së Vlorës me aeroportin, pra praktikisht duke pastruar zonën nga kjo situatë e ngarkuar disa dekadash praktikisht, ne fillojmë rehabilitimin duke biseduar edhe me kryetarin. Praktikisht nevoja ishte emergjente që për një pjesë bashkia të mund ta rikuperonte hapësirën dhe ndërfaqen në zonat e banuara dhe nga ana tjetër të fillonim një përdorim normal, duke ditur që siguria patjetër cënohet në këto zona, edhe mjedisi padyshim, sepse kemi të bëjmë me materiale që rrinë dhe degradohen, sidomos në një zonë të pyllëzuar siç jemi dhe këtu. Kështu që praktikisht do kemi një periudhë disa mujore ku mund të fillojmë evadimin progresiv, apo jo? Besoj keni një plan se si do ecim me këtë plan. Në rang vendi do jetë rreth 5 muaj gjithë procesi i punës së largimit të këtyre aseteve. Po ndërkohë do duhet thënë që brenda një muaji agjencia ka filluar me seleksionimin e të gjitha mjeteve që ndodhen në të tilla pika bllokimi, e ndihmuar në fakt fort edhe nga policia e shtetit, pasi vetë policia është duke bërë gjithashtu një vlerësim në këtë pikë, dhe do duhet themi që në fakt është një bashkëpunim ndërinstitucional. Pra janë një sër strukturash që janë përfshira përveç agjencisë, policisë së shtetit dhe Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale është gjithashtu e përfshirë. Pra jemi së bashku në këtë proces që është i rëndësishëm për t'i kthyer territoret në sipërfaqe publike të aksesueshme, të përdorshme nga komunitetet, nga qeverisja vendore, nga të gjithë së bashku për zona më të sigurta, për vende më të pastra, më miqësore.